Mirë, jemi sërish në studio, kam rrituar i ftuar i unë, jemi me zotin Gjemal Qefalia, ish nëndrejtor i përgjithshëm i burgjeve, deputeti i Partisë Socialiste. Mirëmëngjes, mirë se erdhët, zotin Qefalia. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Do të ndalim, do të diskutojmë sot për lejet e të burgosurve, marrë shkas nga dy ngjarje të cilat kanë ndodhur vetëm ditët e fundit, e para në Fushkruj, në burgun e Fushkrujës dhe tjetra në burgun e Peqinit, ku pas lejeve që kanë marrë të burgosurit, tje kanë vendosur të arratisen duke mos u kthyer në burg. Në fakt, dje është marrë një vendim për drejtorin e burgut të Peqinit, duke pezulluar atë nga detyra, po a janë masat të cilat mjaftojnë në këto momente, sepse leja e të burgosurve në kohë zgjedhjes gjithmonë ka qenë problematike, të paktën për opozitën aktuale. Unë që në fillim do të thoja që fakti që Ministria e Drejtësisë justifikon vetën ose ngushëllon vetën e saj duke pezulluar drejtorët e institucioneve, tregon edhe një herë që ky dikaster dhe kjo qeveri vazhdimisht kërkon situata të tilla të krijojë anarshi. Të krijojë anarshi duke krijuar jo vetëm fenomene që të cilët janë pakëndshme edhe për vetë qytetarët, siç është largimi i dy personave të cilët duhet ishin duke vuajtur dënimin, por edhe masat që jepen janë masa për të krijuar një imazh dhe për të krijuar një makjazh të përgjithshëm që qeveria nuk të falë, ministria dhe dikasteret përkatëse ndërhyjnë kur ka raste të tilla. Këtu nuk kemi të bëjmë me një veprim konkret, por kemi të bëjmë me një fenomen i cili vazhdon të krijojë një impakt shumë negativ edhe në shoqëri. Normalisht unë e shikoj në optikën e një politikani, po pse jo edhe të një profesionisti që kanë punuar për një kohë të gjatë, relativisht të gjatë në këtë sektor. Dhe nuk jam partizan që ne duhet jemi kategorik në dhënien e lejeve, absolutisht jo. Rregulloria dhe ligjet duhen zbatuar. Por mënyra se si po veprohet nga këto drejtues shumë të politizuar, nga këto drejtues të cilët kanë marrë angazhim para se të firmosin për një detyrë kaq të rëndësishme, për një mision kaq të rëndësishëm siç është detyra në sistemin penitenciar, ka bërë që kjo detyrë të jetë e komprometuar nga ato. Kemi jo pak raste kur disa drejtues të lartë të burgjeve janë ndaluar duke marrë shfete, duke i kthyer dhënien e lejeve në interesin e tyre personal. Pra është një fenomen tepër negativ që është krijuar dhe kjo është pjesë e kësaj keq qeverisje dhe keq administrimi që i bëhet këtyre individëve të cilët momentalisht janë të privuar nga liria. Çfarë ndodh? Cilat janë procedurat që ndiqen zotë Qefalia për dhënien e një leje për një të burgosur? Shiko, gjërat ndoshta për teleshikuesit nuk do të paraqesin shumë rëndësi, po e rëndësishme është që vjushmëria dhe ndjekja në dinamikë e vetë aktivitetit që ka një i dënuar është një detyrë parsorë. Pse jo dhe punojësit sociale, psikologut, e gjithçkaja e cila duhet të parapri edhe duke e parapregatitur në një farë mënyrë dhe mënyrën e vajtjes dhe kontakte dhe me pjesën tjetër të shoqërisë, me familjen, pasi ambientin shoqëror, ku do vej, pra janë një sër faktorësh të cilët duhet detyrimisht që të merren në konsiderat nga stafi që punon në këto institucione. Pra nuk është thjesht një dëshirë apo një joshje praktike e drejtorit të institucionit apo e atij që ndërhyn apo dikujt tjetër, po është një sër praktikash të cilët nuk respektohen. Dhe nuk dua ta politizoj, po fakti kur kemi përballë një ministri drejtësie i cili del, një ministër drejtësie i cili del nga mëngjesi deri në darkë duke thënë që ne po hapim burgje të reja, ne po krijojmë imazhin sikur në Shqipëri po luftohet krimi, por realiteti është shumë i dhimbshëm, realiteti është dramatik. Vërtet krijohen dhe hapen burgje të reja, po ndërkohë nga ana tjetër kemi një kriminalitet në rritje, një kriminalitet i cili po i ka lë kufit e çdo lloj normalie. Të hapi sot burgje të reja shprehet me drejt një studius që është marrë në fushën penitenciare është njësoj sikur të hapesh vorreza për shoqërinë. Pra është një politik tejet e gabuara që në konceptimin e tyre. Ndërsa për sa i përket rregullave dhe mënyrës së dhënies së lejes, natyrisht që ka disa rregulla dhe ndoshta unë nuk jam referuar drejt për drejt individëve, sepse nuk e kam këtë njohje dhe se kam të akses për të parë nga afër mënyrën se si është dhënë leja, po janë një sër praktikash, por këtu nuk është problemi i moszbatimit të rregullave teknike. Leja jepet ekskluzivisht nga drejtuesi i Drejtuesi i institucionit është përcaktuar në rregullore, por këtu nuk është problemi sepse mund t'i ketë dhënë fare në rregull duke respektuar pikat e dhënies së lejeve, domethënë mënyrës procedurës së dhënies lejeve. Këtu është fenomeni i cili është ngritur gabim. Është një fenomen i cili vazhdon korruptiv në të gjitha fushat.
Edhe nuk mund besë dhe jashtë kësaj fushë dhe fenomenin në fushën penitenciare. Ashtu si që është në rend, ashtu si që është në ekonomi, ashtu si që është në çdo ambient, që në spitale, kudo. Është një keq qeverisje e cila jep impaktin e saj dhe në këtë sektor. Dhe aq më tepër në një periudhë fushate. Unë personalisht nuk jam partizan që lejet në ndërpritën. Madje lejet të jepen. Po të jepen atyre njerëzve që vërtet kanë nevojë, atyre njerëzve të cilët japin vërtet kontributin e tyre, japin shembullin, japin mesazhin, sepse normalisht ato vërtet mund të jenë dënuar për një vepër penale, por nuk kanë pse të jenë të dënuar që të mos kontaktojnë pjesëtarët e familjes, nuk kanë pse të jenë të dënuar që të marrin pjesë në gëzime apo në hidhërime familjare. Por ama dhënia e lejeve duhet të jetë një kriter shpërblys konform të gjitha rregullave, duke stimuluar ato individ, jo ato individ të cilët nuk kanë mundësi të paguajnë drejtorin e institucionit apo përfaqësues tjerë të Ministrisë së Drejtësisë. Se nëse konceptohet në këtë format, atëherë ndodhin të tilla fenomene, sepse unë jam i bindur, nëse na ndjekin edhe prindërt e të afërm të dënuarve, pse jo edhe dënuarit, ka nga ato të cilët nuk arrin dot që të shkojnë dhe të krijojnë një mundësi për të vajtur edhe në fatkeqësitë familjare që janë domosdoshmërisht për të vajtur, sepse edhe ato konsiderohen njerëz. Për aq kohë sa janë duke vuajtur dënimin, ato e kanë marrë një dënim, por nuk kanë pse ky dënim të vazhdojë edhe më pas. Po keq përdorimi i këtyre nga drejtuesit e institucioneve lë shumë për të dëshiruar. A është problem, a mund të kthehet në precedent dhënia lejeve për këta dy persona, për këta dy të burgosur, për në gjatë kësaj kohe të fushatës zgjedhore, zotë Qefalia? A është shqetësim ky? Absolutisht që është një shqetësim i madh dhe unë thash kam punuar vetë në këto institucione dhe më është dashur që në të tilla fushata, kemi kaluar dhe në fushata elektorale, pozicioni i drejtuesit të burgut duhet të jetë një pozicion asnjënjës, nuk mund të jetë një pozicion i politizuar. Por po ndodh krejt e kundërta. Për mendimin tim është i paaft ai drejtuesi i institucioni i cili vete qeli në qeli, dhomë në dhomë të kërkoj votoni për partinë që unë jam në pushtet. Ai që në këtë moment e ka humbur autoritetin e tij si drejtues. Edhe këtë gjë ato po ndodhin se nuk ndodh historikisht, paktën po t'i referohesh dhe në retrospektiv të marrësh në konsiderat edhe zgjedhjet e kaluara historikisht përgjithsisht të burgosit votojnë opozitën, edhe nga përvoja që kam. Opozitën sepse krijohet imazhi dhe impakti që këto janë dënuar në kohën e kësaj qeverie dhe ndoshta kërkojnë detyrimisht për të pasur dhe ato një farë ndryshimi. Sepse nëse do ishte kaq e interesuar kjo qeveri në këtë mandat paktën në 100 vjetorin e pavarësisë duhet ishte më tolerant në amnisti. Por kjo qeveri nuk e ka mendjen, kjo qeveri kërkon të përdori edhe këto individ që është privuar liria kërkon të përdori si votues. Është e pafalshme, nuk ndodh në asnjë institucion në botë që të votohet për majorancën. Absolutisht, po kjo është një veprim skandaloz i këtyre drejtuesve të institucioneve, të cilët kërkojnë që edhe votën t'ja konvertojnë me takime, t'ja konvertojnë me leje, t'ja konvertojnë me gjithçka. Është e turpshme. Ndaj unë bëj apel këtyre drejtuesve, nëse do duan që të qëndrojnë në detyrën e tyre profesionale, të vazhdojnë ta ushtrojnë detyrën e tyre me korrektësi. Mos të arrijnë deri atje. T'i lejnë njerëzit të votojnë të lirë, atyre është privuar liria, po jo e drejta për të votuar, jo e drejta për të zgjedhur njeriu që u duhet. Kështu që në këtë aspekt duke qenë se po, vazhdoni. Në këtë aspekt mendoj që veprimet e tanishme, por edhe veprimet e mëparshme, duhet krijuar një farë hilariteti dhe duhet krijuar pafund skandale në këto institucione, krijohet imazhi që gjithçka është shumë rendimentale, madje të burgosurit janë korrekt, por kemi parë që edhe në fushatën e 8 majit në vitin 2011 janë sjell njerëz gati të prangosur me fugona dhe nga civil vetëm për të marrë votën. Edhe vetëm duke i thënë që ne do të kemi në konsiderat nëse voton për ne. Kjo është absurde. Herët ose vonë ky realitet do bëhet prezent, edhe nga vetë të dënuarit, edhe nga vetë disa punonjës të cilët vazhdojnë të marrin kontakte. A e di çka ndodhur para disa ditësh, më kanë kontaktuar shumë individ të cilët punojnë në këtë sisteme. U është kërkuar nga drejtoria e institucioneve të shkojnë dhe të paraqiten në qendrat e tyre të votimit. Të shkojnë në qendrat e tyre të zyrave elektorale për të dhënë numrin e kontaktit dhe për të thënë që ne jemi me ty. Pra lozet dhe me bukën e gojës të këtyre punojësve. Të këtyre punojësve të thjeshtë të cilët roptohen pse jo dhe marrin një dënim pothuajse të pamerituar, sepse një punojës i sistemit burgjeve rrin dhe qëndron pranë në qeli afër këtyre individëve thjesht pa bërë një faj. Në 20 vjet punë, 1/3 e kohës këto e kalojnë dhe këto në burg. Pra,
një ndëshkim dhe një krijim i një situate kaq të zymt në për këto institucione, besoj që me 23 qershor dhe këto do të çlirohen. Edhe një pyetje të fundit, zoti, qefalia rrezikohet duke qenë se kemi të drejtë leje ekskluzive për të burgosurit kanë drejtorët e burgjeve, rrezikohet që të abuzohet me këto leje, sidomos tani që po vim në kohë fushate dhe të kemi element të inkriminuar, të lirë. Me këto drejtuesë dhe me këtë imazh që ka krijuar kjo qeveri, gjithçka parashikohet. Gjithçka parashikohet. Kemi mjaft praktika në vitin 2011, po edhe në vitin 2009, të cilët janë nxjerrë dhe janë dhënë leje të cilën njerëzve të cilët nuk i kanë plotësuar këto kritere. Dhe janë përdorur presionet jashtëzakonshme. Janë ofruar familjar, janë ofruar joshse që ne do të sjellim me leje. Shumë familjar më kanë ardhur dhe më kanë takuar, më thonë ne, na kanë detyruar se do ma sjellin djalin me leje, ç'të bëj. Pra, me të tillë situatë, me të tillë impakt që ka krijuar kjo keq qeverisje, normalisht që gjithçka pritet. Por një gjë të jeni të bindur që 23 qershori përfundimisht do të çlirojë edhe këto drejtues, edhe këto individ, edhe këto të dënuar të cilët herët ose vonë do t'i bashkangjiten shoqërisë. Do t'i bashkangjiten shoqërisë dhe do të ketë një farë impakti dhe do të vijë turp kur të dalin në rrugë. Këtyre drejtuesve që marrin urdhër nga sepse një drejtues, thash kam qenë vetë në tilla institucione, merr urdhër drejt për drejt nga drejtuesi politik. Por nuk ka ndodhur ndonjëherë që unë si drejtues institucionit të shkoja dhe të kërkoja vota për partitë që ishte në pushtet. Sepse nuk mund ndahet burgu që këto të burgosur janë votues të flakt Partisë Demokratike. Për çfarë janë të flakt Partisë Demokratike? Që i kanë mbushur burgjet dhe në burgje sot vuajnë njerëz të cilët vjedhin celular. Dhe nuk janë në burg ato që duhet të jenë. Nuk janë në burg ai i cili është akuzuar për rrugën e kombit dhe nuk është ka shpëtuar me procedura. Për çfarë? Për çfarë duhet të jenë me Partitë Demokratike? Që patën mundësi në 100 vjetorin e amnistisë të amnistoheshin ato njerëz të cilët sot vuajnë dënimin për vepra minimale dhe sot nuk gjenden autorët që vranë deputetin, nuk vranë kryetarin e komunës, vritet gjyqtari, nuk gjenden, nuk janë këto në burgje. Nuk janë këto. Në burgje pjesën më të madhe, numrin më të madhe zënë këto individ me këto vepra të vogla, këto që nuk kanë mundësi të cilët të kryen veprime dhe me drejtësinë. Këto mbesin në burgje dhe këto përdoren dhe tani në këto momente. Mirë, zoti Qefalia, shumë faleminderit që ishte sot në studio me ne. Faleminderit juve. Faleminderit ju të dashur miq që na keni ndjekur, bashkë jemi ne. Se kalofshi mirë, mirupafshim. Mirupafshim.